Studimet dhe vëzhgimet në lumin Vjosa, sidomos pas shpalljes së tij park kombëtar në vitin 2023, tregojnë se ky ekosistem është një nga më të pasurit në biodiversitet në Evropë, por njëkohësisht edhe më i ndjeshëm ndaj ndryshimeve mjedisore dhe ndërhyrjeve njerëzore. Deri tani ne kemi informacion që përgjatë parkut jetojnë 1175 specia. Këto janë specie të dokumentuara, pra ne i kemi emrat, llojet dhe zonat ku këto specie qëndrojnë. Megjithatë, përsëri në bazë të studimit që ka evidentuar këtë listë të specieve, thuhet që kjo listë specieve përbën vetëm 5 deri në 10% të specieve totale që ndodhen përgjatë parkut, që do të thotë ka ende shumë punë për të bërë, për të dokumentuar dhe për të evidentuar të gjitha gjallësat që jetojnë përgjatë parkut. Ndër këto gjallësa, disa janë gjallësa të zakonshme dhe janë masive, disa të tjera janë gjallësa të kërcënuara. Në kuptimin që habitati i tyre është ose në popullsi shumë të vogël ose drejt zhdukjes totale. Për këtë arsye është shumë e nevojshme që ne t'i kushtojmë rëndësi të veçantë këtyre lloj gjallësave që janë të kërcënuara dhe të krijojmë kushtet e përshtatshme për të krijuar habitatin e nevojshëm në mënyrë që ato të kenë mundësi edhe të shumohen aty. Guga theksoi se disa lloje gjallësash janë të kërcënuara nga faktorë të ndryshëm si ndotja, ndryshimet klimaterike e të tjerë. Janë disa lloje që ndodhen në atë listën e kuqe që quhet Red List, pra është lista e gjallësave të kërcënuara globalisht sipas IUCN-it, që është shoqata ndërkombëtare që merret me mbrojtjen e ekosistemeve. 2 lloje zogj, janë 7 lloje peshqish të ndryshëm, është 1 gjitar, 2 molusqe, janë edhe 2 lloje bimësh vaskulare të kërcënuara. Parku kombëtar i Vjosës përfaqëson një pasuri të jashtëzakonshme natyrore, por njëkohësisht mbetet i ndjeshëm ndaj presioneve të jashtme, ku po punohet për të identifikuar disa specie që janë të kërcënuara dhe vazhdimisht kryen monitorime për ruajtjen e tyre. Ndërkaq, bashkëpunimi me institucionin dhe komunitetin lokal është kyç për mbrojtjen afatgjatë të këtij ekosistemi unik.